Fundjava zgjatër këtij fillim maji ka sjellë vizitorë të shumtë në vijën përjetare të Shëngjinit, të favorizuar nga moti i mirë dhe ditët me diell, megjithëse temperaturat nuk janë të dëshiruara. Pushues nga Kosova dhe zonë ndryshme të vendit kanë zgjedhur përdetin për disa ditë pushimi, duke kthyer Shëngjinin në një pikë takimi për relaks dhe argëtim. Edhe pse sezoni veror ende nuk ka nisur zyrtarisht, atmosfera në zonë i ngjan as të muajve të verës, me shitore të frekuentuara, bare dhe restorante aktive dhe me lëvizje të shtuar gjatë gjithë ditës. Për vizitorët e kësaj periudhe, Shëngjini është plazh i afërt për t'u arritur dhe mjaft tërheqës për të kaluar këtë ditë pushimi. Fillimisht e kemi pak më afër nga Kosova, pastaj e kishim një pushim të shkurtër edhe erdhëm ta shfrytëzojmë sa më gjatë këtu, edhe pse kushtet atmosferike nuk janë as të përshtatshme sot, besoj që nesër edhe pas nesër do të jetë më mirë. Edhe kjo ishte arsyeja që erdhëm të kalojmë disa ditë këtu në Shëngjin. Po për rekreacion mjaftojnë. Kush punon pak çlodhet, freskohet, fiton energji, tonë starton Në Shëngjin apo më afër. Operatorët turistikë dhe strukturat akomoduese kanë qenë në gatishmëri për këtë periudhë, ndërsa pranotimet e bëra më herët kanë ndikuar në një organizim më të mirë të fluksit. Kjo prani e shtuar vizitorësh në fillim të majit konfirmon trendin e viteve të fundit, ku Shëngjini po shndërrohet në një destinacion gjithnjëherë të preferuar dhe jashtë kulmit të sezonit veror, duke zgjatur kështu realisht periudhën turistike.